Një 35 vjeçar në gjendje të dehur ka spërkatur me lëndë djegëse dhe ka djegur një kamionçin të firmës e cila po rehabilitonte rrugën e Panajas. Siç mësohet, i riu është konfliktuar dhe me disa persona të tjerë në fshat. Më pas ai ka marrë dhe armën e zjarrit të llojit çifte dhe sipas burimeve të policisë ka qelluar në ajër. Pas kësaj situate, policia ka arrestuar 35 vjeçarin, ndërsa vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave. Sipas njoftimit të policisë në fshatin Panaja, dyshohet se 35 vjeçari Ea, banues në këtë fshat, pas një konflikti për motive të dobta me punonjës të një subjekti privat, që po kryente punime për shtrimin e rrugës së fshatit, ka qelluar në ajër me një armë gjau dhe më pas i ka vënë zjarr një automjeti kamionçin në pronësi të këtij subjekti. Shërbimet e policisë kanë shkuar me një në vend ngjarje ku kanë kapur dhe shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale autorin e dyshuar. Gjithashtu është sekuestruar në cilësinë e provës materiale arma e gjau që dyshohet se është përdorur gjatë ngjarjes. Grupi hetimor në bashkëpunim me prokurorin vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes.